gjykatë e cila në letër është një gjykatë e Kosovës. Nuk është një gjykatë për të vendosur në bandën e akuzuar të Kosovës. Dhe faktikisht sot jemi në kushtet kur ka marrë formë thuajse përfundimtare, pasi fjalën e fundit e ka sigurisht gjykata, një plan shumë afatgjatë, jetësimi i cili ka nisur me raportin famkeq të Dick Martit që mos gjet kur prej aty ku është, për trafikim të organeve nga udhëheqja e ushtrisë shqiptare në Kosovë. Dhe ai plan është shtyrë përpara nga përfaqësuesit e Vladimir Putinit në Këshillin e Evropës. Dhe më tutje është ngritur mbi një rezolut të Këshillit të Evropës, të cilën sot e gjithë ditën për turbin e vet Këshillit të Evropës nuk gjen kurajon ta rishikojë, pasi asnjë lloj trafiku organesh nuk është provuar në asnjë formë. Dhe pastaj i plan të vazhduar më tej me një gjykat, një proces që ka marrë jetë në ditën kur presidenti i Republikës Kosovës ishte nisur për Washington. Dhe është kthyer nga rruga e një taksimi ku do të hidhe një hap tjetër për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nën kujdesin e presidentit të kohës dhe të sotëm, njëkohësisht të Shtetet Bashkuara, presidentin Trump, pasi qartësisht forcat tjera nuk e dëshironin që të ndodhte ajo gjë, dhe qysh nga ai moment presidenti i Kosovës është marrë penë. Tani mund të jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, por po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës, si një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet. Por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar një gjë të tillë.